jam Barrie Çonaku Vitia, kandidate për Asamblenë Komunale të Prishtinës në radhët e Lidhjes së Prishtinës me numrin 21. Tash një kohë jam zyrtare shërbime publike në Komunën e Prishtinës, aktualisht si lektore e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Për mua shërbimi publik është më shumë se profesion, është mision. Me përkushtim e dashuri për arsimin dhe kulturën mundohem që çdo ditë të jap kontributin tim për një shoqëri më të ditur, më të vetëdijshme e më të fortë. Besoj se investimin e dijet dhe vlera kulturore është rruga më e sigurt drejt së ardhmës që e meritojmë. Sa i përket infrastrukturës tek lagja jon, investimet janë kogja të lana anar, sidomos tek rrugica Akun Banoj, sheshi Arbrit, gjithashtu edhe rruga Bajram Batiri, ndriçimi është jashtëzakonisht i mangët dhe është pa ndriçim komplet. Faktikisht mundësia ekziston për një dalje prej sheshit të Arbrit në kodrën e trimave, por fatkeqësisht asnjëherë nuk është punuar në këtë drejtim. Për banorët e lagjës tonë, nëse ndërtohet një rrugë, qasja në rrugën kryesore kishte qenë shumë e lehtë, ku ishte lehtësuar përditshmëria e banorëve. Në lagjën tonë është edhe fusha e pajtimit, ku në vitet e 90-ta ka shërbyer si hapësirë për pajtimin e gjaqeve, e tani është e lënë tërësisht pasdore dhe fatkeqësisht shërben si deponi e mbeturinave. Sinqerisht është për të ardhur keq, duke marrë parasysh se sa e shenjtë ka qenë dhe e njëjta kish pas mundësi me u kthy në atraksion në të mirën e të gjithëve, si park për të gjithë banorët e kësaj lagje.